Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet ushqimi sekret që përmirëson kujtesën, rrit shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Ju ka ndodhur shpesh të harroni ku keni vënë çelësat në shtëpi, të makinës, telefonin ose syzet. Ndonë se më pas zbuloni se i keni ato parasysh. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në të gjithë botën dhe që në përditshmëri mund të jetë e vështirë edhe një kokçarje e vërtetë. Problemet me kujtesën janë gjithashtu një rritje me kalimin e moshës. Ato ndikohen dhe nxiten nga problemet me gjumin, stresi, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkooli, duanpirja dhe ilaçet. Në raste të rënda, kujtesa e varfër nxitet edhe nga skleroza ose sëmundjet e Alzheimerit. Në këtë video do të trajtojmë problemet më të thjeshta me kujtesën që nuk kanë të bëjnë me sëmundjet e lartë përmendura. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtime të specializuara mjekësore dhe jo thjesht receta natyrale që mund të përgatiten në shtëpi. Në këtë video do të rendisim ushqimet që nevojiten për një mendje më të fortë sipas Healthline. Bajamet janë të mira për një shëndet më të fortë të kujtesës. Bajamet përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Ato janë të pasur me antioksidant, acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen ngrini në mikser pa lëkurë. Maskën e përfituar e zjeni dhe bashkë me një gotë qumësht. Shtoni mjaltë dhe pini çdo ditë për 30 deri në 40 ditë. Rozmarina gjithashtu është një ndihmues shumë i mirë në fuqinë e trurit. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zjeni një tufë rozmarine në ujë për 5 minuta, e kulloni lëngun dhe shtoni mjaltë, dhe pini çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Ju mund të përdorni vajin esencial të rozmarinës duke e nuhatur çdo ditë. Edhe vaji i peshkut është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Suplementet në vajin e peshkut përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore të vajit i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjet e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë. Ushqeuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Edhe frutat e pyllit janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Frutat e pyllit, siç janë boronicat, qershit dhe manaferat, janë një burim i shkëlqyer i flavonoideve që përmirësojnë funksionet e trurit dhe të kujtesës. Konsumoni ato rregullisht dhe do të merrni vlerat më të mira. Ndër ushqimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit sipas të dhënave të Healthline janë avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja, vaji i arrës së kokosit dhe çokolata e zezë. Prandaj sigurohuni që çdo herë të pasuroni dietën tuaj me një shëndet më të mirë të tyre. Është e rëndësishme që për funksionet më të mira të trurit të përfshini sa më shumë produkte natyrale për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme gjithashtu që të shtoni edhe brokolin. Brokoli është i pasur me antioksidant të rëndësishëm që parandalojnë edhe dëmet e radikaleve të lira në organizëm. Radikalet e lira mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të theksuara në aftësinë tuaj të kujtesës, duke shkaktuar kështu një rënje të aftësive njohëse dhe mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në shëndetin e trurit tuaj. Gjithashtu, ajo përmban shumë acide folike që nevojiten edhe se substanca ushqyese që janë në ndihmë kundër problemeve të harresës. Kurkuma. Shkencëtarët vazhdojnë të habiten nga fuqia e kurkumës në trurin tonë. Kurkuma ka veti anti-inflamatore dhe ndihmon në ekuilibrimin e sistemit nervor qendror. Konsumi i saj ndihmon në parandalimin e Alzheimerit, citon Health.com. Veza është e pasur me kolin, një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin që ndihmon në zhvillimin e funksioneve kardiovaskulare dhe cerebrale. Farat e kungullit, ndonse të vogla, janë një minjerë e vërtetë e mineraleve, vitaminave dhe farat e kungullit janë të pasur me vitaminën E, omega 3, omega 6 dhe zink. Minerale që luajnë një rol të rëndësishëm në mirë funksionin e receptorëve të kujtesës dhe proceset të menduarit. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur me vitamina dhe proteina. Konsumi i tij mbron qelizat nervore nga efektet e plakjes. Vitamina më e fuqishme e spinaqit është vitamina K, e cila ndihmon në vendosjen e ekuilibrave të sistemit nervor qendror. Ekstrakti i domates gjithashtu është një ndihmës shumë i mirë në fuqinë tuaj të trurit.
Likopeni, pigmenti bimor që u jep domateve ngjyrën e kuqe, është 10 herë më i fuqishëm se vitamina E. Likopeni përmirëson funksionin cerebral si dhe ndihmon në aftësinë e memorjes afatgjatë. Boronicat përmbajnë substanca ushqyese të njohura ndryshe si PCO, të cilat mbrojnë trurin nga toksinat mjedisore dhe ulin veprimin e radikaleve të lira. PCO ka veprim antiinflamator dhe stimulon gjithashtu një kujtesë më të fortë dhe ndikon drejt për së drejti në shëndetin tuaj të trurit. Për të kujdesur më mirë për shëndetin tuaj të trurit, atëherë duhet të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale. Harresa mund të ndodhë në mosha të ndryshme për shumë arsye. Megjithatë, sipas dietologëve, është menduar që të forconi kujtesën me zakone të duhura të ushqimit. Në këtë video do të radhisim disa nga ushqimet të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të trurit, siç janë acidet yndyrore omega 3. Peshqit, veçanërisht peshqit e yndyrshëm si salmoni, sardelet dhe toni, janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto acide yndyrore mbështesin shëndetin e trurit dhe forcojnë gjithashtu kujtesën. Edhe perimet me gjethe jeshile janë një ndihmë shumë e mirë për ju. Zarzavatet si spinaqi, çark dhe lakra jeshile përmbajnë lëndë ushqyese si acidet folike, beta-karoten, vitaminën C. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në mbrojtjen e funksioneve të trurit. Arrat dhe farat gjithashtu janë në një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Arrat, bajamet dhe farat chia përmbajnë acide yndyrore omega 3, antioksidant dhe vitaminën E. Këto mbështesin funksionet e trurit dhe forcojnë gjithashtu edhe kujtesën. Vezët janë në një burim i lëndëve ushqyese të quajtura kolin. Kolinat mbështesin kujtesën dhe të mësuarin. Bishtajoret. Bishtajoret si fasula, thjerza dhe qiqrat përmbajnë fibër, proteinë dhe acide folike. Këto lëndë ushqyese mbështesin funksionin e trurit. Frutat dhe perimet e verdha. Frutat dhe perimet e verdha si portokalli, mango dhe karotat janë të pasur me beta-karoten. Beta-karoteni mbështet edhe shëndetin e trurit. Nëse keni probleme me harresën, konsumi i rregullt i ushqimeve të mësipërme ndihmon në mbështetjen e shëndetit të trurit tuaj. Megjithatë, nëse keni një problem serioz të harresës ose nëse keni simptoma që vazhdojnë, është e rëndësishme të konsultoheni me specialistin, pasi këto janë thjesht ushqime stimuluese të cilat do të ndikojnë edhe në rritjen e performancës së trurit. Por nëse gjendja juaj është kritike, gjithçka duhet të adresoni tek mjeku juaj. Është e rëndësishme që gjithashtu të merrni edhe vitaminat kryesore për një shëndet më të mirë të trurit. Vitaminat që ju duhen për shëndetin e trurit janë nga më të ndryshmet. Quhet kolin ose ndryshe B4 dhe që prej viteve 1998 është renditur ndër nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Gjenden me shumicë të veza, mishi dhe bulmeti, por megjithatë duket se ka shumë njerëz që vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është e rëndësishme për funksionin e mirë të shumë organeve dhe në veçanti të trurit. Sistemi nervor e përdor këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e mirë të muskujve, duke e kthyer kështu në nutrientin ndër më të rëndësishmit për mbajtjen e trurit në formë. Megjithatë, mëlçia e prodhon vetëm një sasi të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet të merret nga ushqimet. Për këtë rekomandohet konsumi një sasi të caktuar çdo ditë, e cila mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj. Marrja e ushqimeve të duhura siç mund të jenë për shembull edhe arrat, janë të mbushura me lëndë ushqyese thelbësore që mbështesin shëndetin e trurit, si vitamina E dhe zinku. Përveç kësaj, marrja e arrave gjithashtu rrit gjendjen e përgjithshme mendore. Agrumet janë të shkëlqyera për marrjen e tyre duke qenë të lidhura me një sër përfitime shëndetësore, duke përfshirë edhe shëndetin tuaj të trurit. Ngjashëm me manaferat, agrumet si portokalli dhe grapefruit janë të pasur me flavonoide. Kështu ato ndihmojnë edhe në rastin e mësimit të kujtesës, pasi mbrojnë qelizat nervore nga dëmtimi duke parandaluar kështu edhe lodhin mendore. Pasurimi i dietës suaj me produkte të duhura ushqyese është çelësi i menaxhimit të shqetësimeve të humbjes së kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.